Alo. Po vazhdoj me thirrna, a? Ju e dini. Por të qërshia pas bojnë bolle gona ma shumë për Albinja Avjusa tash. Edhe s'kish? O, përshëndetje Hajdar Beqa, jemi live në emision bashkë me... Mirë faleminderit, jena live në emision bashkë me Ganimeti Musliun, mikeshën tonë edhe... Me deputetën më të mirë në kokën e emision. Faleminderit shumë. Gjakov, jam makinja me 2 mirë. Po, okej. Përshëndetje edhe mes, po veç një pyetje dishta shpejt se kishte e vetë gonën, a fitut jo, PDK-ja a fitut në vetë vendosja. Edhe s'po dëgjoj mirë, jeti të edhe Thash, kishte e vetë gonën këtu live në emision, a fitut jo, a PDK-ja edhe aja kthej Hajdori që të syza e koronit, e thash për live, për emision, ati me ditë. Nuk po dëgjoj mirë, po soj përket rosit të onë të fundit, para fundit, realistën e të onë të në fundit, një kini po që për vendosja ka i prej qytetarëve, po frikohet në talë para qytetarëve, si që shrasi për libra të shkollore, po soj përket ati problemit që ka ndonë së onë, s'ka qenë problem që ka të qeveria, si shumë probleme tjera që për krejë Kosovë, ke po zavend kriministrin me farë sjellje të fëmijëve ka bërë atit në nivel zavend kriministrit, andoj ne si opozit nuk e kuptojnë, kanë kriju një precedent. Kur kanë qenë opozite, kanë sulmu opozite. Ta shimhin opozit, të sulmojnë opozite, nuk kam koment për nivelin e... S'ko fjoll. Njerëzve të qeveritin... S'diskutuhet. Hajdar, shkurtimisht, syzat ja keni kthyë koronit, apo? Nuk di për syza, koroni, nuk e di aty... A di shka e kam frikën në, inshallah nuk i vënani syzat e njëjta? Ata e në shumit absolute në gjithë atë syza i ka posë funksion pastoj ministri, ka i ka... Unë të falenderoj shumë për përgjigjen edhe të kisha lutë... Edhe përshëndetje për ju, për teleshikues. Hajdar, e kam edhe një lutje për ty. Dhe për deputetën dhe ndërruhe Ganimeti Musliun. Edhe kam edhe një lutje shkurtimisht fund. Kisha propozu mos mi vënu syzat e koronit se tana e sheni Kosovën një duket që o mirë, a në fakt o katastrofë me ato syza. Mos i vënani. Edhe nuk po dëgjoj mirë, po edhe nuk besoj që ja vlen me diskutu, po. Faleminderit shumë se konsiderat, faleminderit do të kitje për Hajdarin. Faleminderit shumë, faleminderit. Që? Ashe, ne jem transparent. Transparent. Ku do që jem? Partia Demokratike e Kosovës do të kitje për këta, se janë transparent. A përshë Hajdarit dhe më thonë makinë kush ta kishit? Provo me thirë e Kuranin, pëtë, ati kanë këty syzat, nuk ta qelë. Nuk ka mundësi e Kurani, se është të e rritë bugjetin. Sigurisht. Ha? është të e rritë bugjetin ajo. Gone, shpesher, po nashta shumicën e raseve që folin për ty të krahasojnë me Shot Galicën, edhe nuk kam fajp me të thonë drejtën. Kush të me qenë Azem Galica apo Azem Bejta jytin këtë ku? Nëse ti je Shot Galica. A ka Azem Bejt në disotit? Ndëgjo, shpesher kur ma përmendin Shot Galicën, në thamë që Shot Galica është e pak krahasueshme për kohën edhe rrethanat në cilat ka veprua jo. Do më thonë edhe shumë gratë të cilat mendojnë që përfaqësimi i të drejtave grave, feminizmit, barazisë gjinore, fillon me to, unë ju thamë që të kthehen mrapa edhe të shohin se në çfarë rrethanash kanë vepruar shumë gra para neve, jo vetëm Shot Galica. Por, kur jemi të Shot Galica, unë e thamë që ajo është e pak krahasueshme sot, dhe për se cilën grua shqiptare, ajo duhet jetë ndoshta një pik reference për ta mposhtur çdo mentalitet, çdo paragjykim, çdo frikë, dhe thjesht marrë guximin edhe tjetë aty ku e meritojnë gratë shqiptare. Sigurisht. Sa i përket Azem Galicës, nuk kam dëgju ti ta kënë qujtë ndonjë burr Azem Galicë. Po dhe? Po ne kam fjore në dy kështu. Kështu që nuk e di, nuk e kisha... Nuk e kisha bo. Se kisha bo një. Po qka gone për shamu se ti, nashta sprej, kena me kjesht emisionit,